Eduard P. Joseph, ekspert i politikës së jashtme, ka analizuar raportet e Europës me Donald Trump dhe atë që po ndodh lidhur me Ukrainën. Duke folur në A2 CNN, ai tha se Evropa mund t'ia dalë edhe pa SBA-n, por sipas tij, nëse Franca aktivizon armët bërthamore, atëherë jemi në prag të luftës së tretë botërore. BE mund të përballojë të sigurojë si ndihmë financiare ashtu edhe ushtarake, u shpreh ai. Dhe në fund, ajo mund të zgjedhë nëse dëshiron të mbështesë Ukrainën edhe me trupat e saj. Ky është një vendim. Këto janë shtete sovrane dhe mund të zgjedhin të ofrojnë mbështetje. Edhe nëse Hungaria do ta bllokonte këtë, shtetet individuale të Bashkimit Evropian mund të veprojnë individualisht. Është shumë i rëndësishëm ky vendim dhe ka të bëjë me Francën. Presidenti Macron foli për mundësinë e përdorimit të parandalimit bërthamor francez mbi Ukrainën. Të gjithë shikuesit tuaj duhet ta kuptojnë këtë, se Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë armët e tyre bërthamore. Këto nuk janë armë bërthamore amerikane. Dhe presidenti Macron foli për mundësinë e përdorimit të kësaj force bërthamore. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk japin garanci sigurie për Europën, dhe Franca atëherë thotë, mirë, ne do t'i vëmë në përdorim armët tona bërthamore. Nëse Rusia nuk respekton një marrëveshje ose nëse Rusia sulmon më tej, atëherë ne kemi perspektivën e një konfrontimi bërthamor. Kjo është lufta e tretë botërore, u shpreh Joseph.